Zbuloni çfarë ndodh me zemrën tënde nëse hani speca djegës. Ta hash ushqime pikante ose të shoqëruar me ushqime të specave djegës është e mirë për shëndetin e zemrës, citon një studim. Ato kanë përfitime të dobishme të cilat janë efektive edhe për sistemin kardiovaskular. Në një studim të bërë nga shkencëtarët e Universitetit të Hong Kong, të udhëhequr nga Dr. Zhen Yuchen, ishte gjithashtu e mundur të vëzhgonte se si kapsaidet rekomandohen në nivelin e kolesterolit të përgjithshëm të gjakut, veçanërisht të LDL-s ose të keq, dhe zgjerimin e depozitave të enëve të gjakut. Një përfitim përfundimtar është se aktiviteti përfitues që ushtrohet në enët e gjakut që rrethojnë muskujt i lejojnë këtyre të fundit të qetësohen dhe të zgjerohen për të favorizuar qarkullimin e gjakut. Ulëntimi ynë ka forcuar dhe zgjeruar njohuritë se si këto substanca të specave djegës punojnë për të përmirësuar shëndetin e zemrës, citon Zhe Yuchen. Është e rëndësishme të përfshini specat djegës në dietën tuaj, por gjithmonë pa e tepruar me sasinë e tyre.